Në një kohë kur rastet e dhunës po raportohen gjithnjë e më shpesh, lind pyetja se a kemi të bëjmë me një rritje reale të dhunës apo me një vedisim më të madh të qytetarëve për ta denoncuar atë. Mes frikës, turpit dhe presionit shoqëror, shumë histori kanë mbetur të pathëna për vite me radhë, ndërsa tani ajo tabu e heshtjes duket se gradualisht po thyhet. Lidhur me këtë fenomen, psikologja Fatime Ziberi vlerëson se rritja e vetëdijes dhe mbështetja më e madhe për viktimat kanë ndikuar drejt për drejt në shtimin e denoncimeve. Ajo thotë se gjendja e viktimave për to ka qenë një stil jete, gjë që nuk e sheh ditëve të sotme. Unë mendoj se vetëdijësimi është rritur. Tani pavarësisht për çfarë lloj dhune flasim, për çfarë lloj, domethënë, situate, qoftë ajo mes të rive, adoleshentëve, qoftë ajo në çifte, në familje, besoj se faktorët psikologjik janë të gjithë të ngjashëm. Këtu kemi një unanimitet, domethënë, të përgjithshëm për shkak se ajo që paraqitet të gjithë viktimat që e dhunës është faj, ndjenja e fajit. Është krijuar të themi një besim apo është thirr pak ajo barriera e turpit si një ndërshkaqje psikologjike. Puna e dhunës zakonisht në familje llogaritet si punë e mbyllur, punë që i takon vetëm familjes dhe këto nuk ka të bëj puna e tretë. Unë mendoj se më herët ka qenë problemi se nuk e kanë kuptuar në fakt se janë viktima. Ajo gjendja e tyre si është mësuar, e sjellja e mësuar për ta ka qenë një përditshmëri, ka qenë një stil jete, gjë që janë ambjetu, gjë që nuk mund ta them sot të njëjtën gjë. Ajo shton se fakti që viktimat kanë heshtur për vite me radhë dhe që kanë tërhequr denoncimet e bëra më parë ka qenë frika, tallja, si dhe problemet financiare për të qenë të pavarura. Por tashmë thekson se në këtë drejtim po ndryshon edhe ligji, sepse siç theksoi ajo, tani edhe nëse viktima dëshiron të tërhiqet nga akuzat që bën, lënda nuk mbyllet. Ndaj në këtë pikë shpreson që të bëhen intervenimet e duhura. Përmenda më herët thash se është një bashkëpunim ndërinstitucional. Kjo do të thotë se neve si profesionisht apo kushdo që të jetë mund të jep besim, por institucioni i cili i ofron besimin, domethënë aty është problemi se ai institucion që duhet të ofrojë siguri ndonjëherë nuk njerëzve ofron frikë. Dhe në këtë rast flasim për domethënë ato organet e sigurisë, policia në këtë rast, për shkak se ne kemi parë edhe raste kur edhe gjatë raportimit në polici nuk janë kuptuar viktimat, janë përqeshur, janë tallur, janë nënçmuar ose nuk kanë ditur, thjesht nuk kanë qenë të përgatitur se si ti trajtojnë këto çështje, por me trajtime edhe të atyre edhe me gjërat, mendoj edhe me edukime të ndryshme që janë bërë edhe me ata vetë që kanë punuar dhe kanë bërë, domethënë, hapa të ndryshëm, kohëve të fundit shose edhe ligji do ndryshojë në këtë aspekt. Dhe kjo është një shenjë shumë e mirë, sepse tani edhe viktima nëse dëshiron të tërhiqet nga akuza që e bën, lënda domethënë nuk mbyllet. Dhe kjo është ajo që neve na jep shumë shpresë dhe besojmë se ky bashkëpunim ndërinstitucional do vazhdojë akoma më shumë dhe do jetë më i plot, më gjithëpërfshirshëm. Mesazhi i saj kundrejt personave të cilët përjetojnë dhunën është që të mos heshtin dhe të flasin. Ajo thotë se nuk do të donte që ata të kenë turp dhe faj, për shkak se asgjë nuk është faji i tyre. Mos të lejojnë që të jenë objekti i talljes së dikujt apo objekti i shfrenimit të dikujt, por thjesht të mbrojnë veten e tyre, të mbrojnë personalitetin dhe identitetin e tyre dhe t'i dalin zot vetes. Ku, siç tha ajo, fatmirësisht ka shumë dyer ku mund të trokasin.